Horoskopi i dashurisë për muajin dhjetor. Horoskopi i dhjetorit premton plot ëmbëlsi dhe emocion në romancë, me përplasje të komunikimit të prapavijës së Mërkurit, i cili fatmirësisht kaloi në pozicion normal, do të jetë shumë e lehtë të lini pas mosmarrëveshjet dhe të ecni përpara në dashuri më shumë më tepër qartësi. Për të nisur planeti i dashurisë Afrodita dhe planeti pasionit Marsi po ndesin flakët gjatë gjysmës së parë të muajit, duke sjellë një energji më aventuriere dhe kjo ju bën më mendje hapur në marrëdhënie. Eksplorimi i dinamikave të reja, spontaniteti dhe përqafimi i perspektivave të ndryshme për romancën do t'ju shërbej në këtë periudhë, ndaj hiqni dorë nga serioziteti dhe provoni pak argëtim. Hëna e plot e binjakët flirtues në 4 dhjetor është koha ideale për ta vënë këtë energji në praktik. Sezoni i Briciapit në 21 dhjetor nxjerr në pa dëshirën e të gjithëve për qëndrueshmëri dhe kjo thellohet edhe më shumë nga bashkëveprimi me Safërditës që kërkon dashuri dhe Saturnit serioz që ndodh në të njëjtën ditë. Të gjithë po balancojnë nevojën për siguri dhe dëshirën për liri, ndaj mund t'ju duhet të përpunoni disa emocione për të fituar qartësinë që ju duhet. Po dëshironi diversitet, pasion dhe përvoja të reja, ndaj jeni të hapur dhe eksploroni diçka të re në jetën tuaj romantike, qoftë një pozicion të ri në shtrat ose një perspektivë të re mbi marrëdhëniet. Mesi muajit është një kohë e fuqishme për t'u shëruar nga zhgënjimet e të kaluarës. Hëna e re në 19 dhjetor është momenti për të përqafuar aventura të reja në dashuri dhe për të zgjeruar horizontet e zemrës tuaj. Shkëndijat që ndizen tani mund të çojnë në një udhëtim të ri emocionues romantik. Prapavia e Mërkurit gjatë muajit kaluar nxiti shumë tensione në marrëdhënie, por java e parë e dhjetorit është ideale për të zbutur mosmarrëveshjet dhe për t'u hapur ndjenja. Tregoni çfarë dëshironi. Sinqeriteti juaj do të shpërblehet me një lidhje më të thellë. Këtë muaj me shumë mundësi po kërkoni më shumë intimitet me partnerin dhe mund ta fitoni për të eksploruar aventura të reja në dhomën e gjumit. Hëna e re në 19 dhjetor sjell mundësi për lidhje të vërteta dhe të pa censuruara. Marrëdhënia është fokusuar kryesisht për ju gjatë gjithë muajit, ndaj nëse jeni në lidhje, shfrytëzojeni këtë kohë për të siguruar që doni të njëjtat gjëra. Nëse jeni beqar, mendoni se çfarë ka vërtet rëndësi për ju në çështjet e angazhimit. Hëna e plot në shenjën tuaj në 4 dhjetor do t'ju ndihmojë të lidheni me ndjenjat tuaja dhe t'i hiqni dorë nga ato që nuk funksionojnë. Java pas së plot ndez biseda romantike dhe lidhje intelektuale të thella, ndërsa hëna e re në 19 dhjetor është ideale për të rikthyer në vëmendje një projekt të vjetër. Romanca është kudo në fillim të muajit, ndaj argëtohuni nëse jeni beqar dhe rrisni elementin flirtues nëse jeni në një lidhje. Java pas së plot në 4 dhjetor është magjike dhe fati mund të prek lehtësisht jetën tuaj romantike. Gjërat nxehen edhe më shumë kur Marsi sensual prek zonën tuaj të marrëdhënieve në mes të muajit. Merrni kontrollin në shtrat dhe përtej tij. Kur të nis sezoni i Briciapit në 21 dhjetor, do të jeni gati të përkëdheleni me dikë të veçantë dhe të mendoni për angazhime më të thella. Jeta juaj romantike është zjarr këtë muaj dhe java e parë nis me tone veçanërisht pasionante. Do të dhëtoni drejt hënës së plot në 4 dhjetor me syt me zemra dhe flutura në stomak. Shikoni filma romantik, dilni në takime dhe bëhuni më lozënjar në shtrat. Hëna e re në 19 dhjetor është e mbushur me potencial romantik, ndaj është koha ideale për të ndezur një lidhje të re ose për të shtuar pasionin në një marrëdhënie ekzistuese. Keni mësuar mësime të rëndësishme për marrëdhëniet gjatë 2 viteve të fundit dhe këtë muaj keni shumë mundësi për të treguar rritjen tuaj. Hëna e plot në 4 dhjetor sjell një javë lidhjesh emocionale që forcojnë marrëdhëniet ekzistuese dhe tregojnë potencialin e tyre afatgjatë. Mes muajit ndes jetën tuaj seksuale dhe të takimeve, duke ju frymëzuar të merrni më shumë nisma. Me nisjen e sezonit të Briciapit në 21 dhjetor, romanca rrjedh natyrshëm dhe do të jeni shumë më të lidhur me dëshirat e zemrës tuaj. Të hapeni dhe të bëheni më të ndjeshëm me partnerin tuaj mund t'ju ndihmojë të shëroni plagët e vjetra, sidomos gjatë hënës së plot në 4 dhjetor.
ndaj një ndjenjat tuaja në vend që t'i ndrydhni nën energjinë e fuqishme shëruese të ënës së re. Në 19 dhjetor, shkaktarët e vjetër nuk do kenë më fuqinë e dikurshme mbi ju. Po riteni, po ndryshoni dhe po mësoni të nderoni nevojat tuaja në marrëdhënie. Kënaqësia është e bollshme gjatë gjithë muajit ndaj përqafoni anën tuaj sensuale. Hëna e plot në 4 dhjetor ju ndihmon të rregulloni kufijt në marrëdhënie dhe të përballeni me frikrat, çka do t'ju lejoj të shijoni intimitetin edhe më shumë. Ndryshimet papritura në çështjet e zemrës ose kthesa të marrëdhënieve mund të ndodhin në mes të muajit. Java e fundit e dhjetorit është veçanërisht flirtuese dhe bën më të lehtë të shprehni ndjenjat tuaja. Me afërditën në shenjën tuaj për pjesën më të madhe të muajit do t'jeni pa dyshim në qendër të vëmendjes. Përdorni sharmin tuaj të parezistueshëm për të fituar zemrën e dikujt ose për ta bërë partnerin të dashurohet edhe më shumë me ju. Hëna e plot në 4 dhjetor ju ndihmon të vini re detaj që mund t'i keni anashkaluar tek partnerët. Gjatë gjysmës së dytë të muajit dëshira për sensualitet rritet. Hëna e re në shenjën tuaj në 19 dhjetor është momenti ideal për të manifestuar dëshirat tuaja romantike. Zemra juaj është zgjeruar muajt e fundit duke krijuar më shumë hapësirë për lidhje të thella emocionale dhe ky muaj është plot rritje domethënse dhe magji. Hëna e plot në 4 dhjetor sjell mundësi të shumta romantike dhe fat. Mezi i muajit të ndez pasionin, pasi marsi fillon të mbush me energji shenjën tuaj me zjarin e tij. Kur të fillojë sezoni juaj, do të ndiheni edhe më të fuqizuar për ta bërë lëvizjet e guximshme. Dhjetori nis me intensitet të nxehtë dhe mund të kapni veten duke fantazuar për të ardhmen me dikë të veçantë. Hëna e plot në 4 dhjetor shton pasionin, qoftë me një flirt të ri ose një lidhje të vjetër. Afërdita po e ndriçon jetën tuaj sociale këtë muaj, duke sjell mundësi për një lidhje të tipit miq me përfitime ose për harmoni të re midis partnerit dhe shoqërisë tuaj. Romanca lulëzon këtë muaj dhe hëna e plot në 4 dhjetor hap dyert e mundësive të bukura në sferën e seksit, dashurisë dhe takimeve. Po mësoni t'i thoni po asaj që ju bën të ndiheni mirë. Gjysma e dytë e muajit ju sfidon të balanconi ëndrat tuaja me marrëdhëniet. Mendoni si mund t'i prioritizoni synimet pa lënë me njarë romancën.